Hapësirë ku pamja ndryshon nga një hap në tjetrin, por jo për mirë. Pamje që më shumë ngjajnë me një zonë të braktisur sesa me një zonë me potencial për zhvillim. Objekte të papërfunduara, ndërtesa të dëmtuara dhe mungesë investimesh janë tabloja që i pret qytetarit përgjatë kësaj pjese të lumit. Zonë ku pamja flet vet, por jo për zhvillim apo progres. Përkundrazi, këtu dominojnë gjurmët e neglizhencës, mbetërina të grumbulluara ndër vite, të mbetura si dëshmi e një historie që duket e harruar, si dhe copëza betoni të dëmtuara, të cilat mjafton një lëvizje fare vogël për të rrezikuar jetën e çdo qytetari që kalon pranë tyre. Edhe bimësia ka zënë vend në këto ndërtesa, si shenjë e degradimit të vazhdueshëm. Por ajo që e bën më shqetësuese këtë zonë nuk është vetëm pamja. Sipas banorëve të zonës përreth, kjo hapësirë e braktisur është ndruar në strejt të përdoruesve të substancave narkotike, duke e bërë zonë të shmangjes me çdo kusht, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes. Megjithatë, është e dëmshme të shohësh se kjo zonë, me gjithë potencialin e saj, mund të ishte një nga hapësirat më tërheqëse të qytetit. Arkitekti Idal Vesa sheh një vizion të qartë për transformimin e kësaj zone. Pikërisht kjo është një zonë e cila është e harruar prej kohësh, edhe mendoj që ka një potencial shumë të madh që të lidhet me lumin e qytetit, sepse Gjakova është një ndër vendet e veçanta që e ka lumin e vdekur, themi, domethënë nuk shumë pak e shijojmë, pikërisht për shkak se s'është trajtuar në kompozicion me qytetin e Gjakovës. Në këtë rast kjo kishte qenë një mundësi shumë e mirë nëse ishte revitalizuar kjo pjesë dhe njëkohësisht edhe pjesa e pazarit, e cila ishte dashur të lidhet bashkërisht me ta, që dyqanet e pjesës poshtme kishin pas mundësi të hapen, që më jap qasje kalumi dhe njëkohësisht kjo pjesë zhvillohet edhe besoj që i shndruar në një qendër të qytetit, e cila e lidh qytetin e vjetër me qytetin e ri. Mbetet të shihet nëse kjo zonë do të marrë vëmendjen e nevojshme për të transformuar në një ambient më dinjitos.